Përshëndetje, Eva, mersi që kena ardhur në Solo Intervista. Mirë se gjeta. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj shkurtimisht? Nga fillimet e deri sot kur jemi tek premiera e Golden Brother 2. Është një karrierë shkëlqyer, më thënë. Dikush ka thënë një herë një gazetare, Eva sikur ka lindur me yll në ball. Ka qenë si ëndër për mua sepse startoj shumë shpejt, pata suksesin shumë shpejt, me filmin tim të parë Njeriu i mirë, që vazhdon dhe mbetet filmi im më i dashur. Fillova menjëherë në teatrin popullor në atë kohë, në atë brez të shkëlqyer, dhe pastaj vazhdoj mirë, siç duket, deri në ditët e sotme, kur unë me habi pyet, si ka mundësi, pse më doni, si më doni, çfarë kemi, çfarë jemi. Pyeta edhe këtu një aktore të Vlorës, e përshëndes, edhe tha çfarë kam unë, thash që më duan akoma. Eva tha, ajo, ti je një talent i lindur. Mendoj ky është Chelsea. Nuk mendoj se kam ndonjë mënyrë akademike në të luajtur, në mënyrën se si interpretohet, po mendoj që kam aftësinë që kur më jepet një personazh, unë e bëj timin, shkoj te personazhi dhe bëhem personazhi. Dhe kjo mendoj është Chelsea, vërtetësia. Atëherë pse veçoni Njeriu i mirë? Sepse isha studente, ishte filmi im i parë, kisha dy kolegë të shkëlqyer, Vangjus Furxhiun dhe Bujar Asqeriun, dhe unë kam marrë kupën në atë kupën e festivalit, për herë të parë, në atë moshë, me këta aktor të shkëlqyer, Vangjus Furxhiun që unë do ta quaj fat gjigant si artist, mbase ju nuk e kuptoni, se dhe unë kur thanë që fillimisht ka qenë një aktor tjetër për rolin e vllajt, pastaj erdhi Vangjushi, dhe unë thash, ky shumë i vjetër, më duke si baba. Tullaci ishte kështu, por kur luaja me të, domethënë ishte fantastike, maksimale ndihma që më dha. Pavarësisht se ai më vlerësoi shumë dhe tha, Eva, nuk po e them, por ishte, më trajtonte sikur jo e barabartë, por sikur t'isha vende më i mirë se ai. Kështu që kjo më dha shumë besim. Dhe për këtë e dua Verën, sepse në atë kohë kam qenë dhe si qisha unë si natyrë, si karaktere, pastër, ndrimtare, me këmbë në tokë, çuditërisht. Kam qenë shumë me këmbë në tokë, dhe kjo është një nga cilësitë e mia, do thoja, sepse është shumë e vështirë ti jesh aq e re, të kesh aq sukses edhe të mos